Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man salaka nahjahu ila yawmi din ma ba'd. Hamdi bojmë Zotit Gjelle Ta'ala, qojmë salatë dhe selamën mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam këtë ditë gjumaje, mbi shokët e tij besnik që ndihmuan atë, mbi familjen e tij të pastër që e përkrahën atë, dhe me gjithë umetin e tij të cilët qëndrojnë besnik në rrugën e tij dhe vdesin me shahadet, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Nga hutbja e kaluam kemi folë për shpërfillën ose gafletin, një smundje e rrezikshme që i ka plënë njerëzimin në përgjithësi e besimtarët në veçanti. Kemi thonë për ata të cilët nuk kanë qenë prezent se gafleti shpërfillje e zemrës ndaj përmendjes dhikrit të Zotit dhe mos reflektim ndaj fakteve, argumenteve që Zoti sjell në këtë gjithësi, dhe të njëjtën kohë është mos reflektim ndaj urnave të Allahut që e çon njeriu pra me lënë adhurimin karshi Zotit dhe e çon atë drejt ndjekjes së epshëve, të cilat është edhe në të njëjtën kohë dhe cilësi e njerëzve të humbur të devijuar. Pra cilësi e njerëzve të devijuar është pa kur ata ndjekin pasionet epshët e tyre dhe lojnë rrugën e Zotit. Gafleti është ndjekje e epshëve të vetvetes. Kemi përmend shkaqet e gafletit, kemi thonë dashuria për dunja e tepër dhe shpresat e gjata që e bëjnë njeriu pra që ka rënë në gaflet, shoqëria jo e mirë, teprimi në lukse, pastaj kemi përmend gjunahat e shumta, pastaj pasimi i epshëve dëshira, edhe mos përfillja e mësimeve të Zotit. Krejt këto janë pra disa shkaqe të cilat e sjellin këtë smundje tek besimtari. Pra ne po flasim tani si smundje me të cilat goditet besimtari. Kur thon besimtari, ai i cili fal peskot, ai i cili fal xhumon, ai i cili bën Ramazan, shkon haxh e kështu me radhë. Por kjo është një smundje që mund na kaploj të gjithëve. Pse flasim ne ose pse e ngrisim këtë alarm kundrejt kësaj smundje, për shkak se në të njëjtën kohë kjo smundje i ka dhe dëmet e veta ose dënimet të cilët vijnë si pasojë e kësaj smundje kur ne goditim me të. Allah Gjelle Ta'ala Zoti ka treguar se për shkak gafletit njeriu ka mundësi pra që të dënohet në botën tjetër me dënim, me zjarr, për shkak të pavëmendjes sepse gafleti, pakujdësia, kjo gjumësi, kjo perde e cila njeriu ka qenë i pështjellur, e ka bërë të pavëmendshëm karshi shumë detyrave që i ka ndaj Zotit, ndaj vetvetes, familjes e shoqërisë. Allahu thot innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Kjo është pra fjala e Zotit ku Allahu ka tregu se gafleti ku e çon njeriu. Përkthimi i këtij ajetit kuranor në surën Yunus 7:8 është vërtet ata të cilët nuk shpresojnë takimin e Zotit, pra nuk besojnë që kanë më taku me Zotin në ditë, me ne. Kënaqen me jetën e kësaj bote dhe ndihen të sigurt në të, sikurse nuk kanë me vdek asnjëherë. Dhe ata që janë të pavëmendshëm ndaj fakteve tona, vendbanimi i tyre është zjarri për ata që ata veprojnë. Sepse të gjitha veprat, kur vjen gafleti njeriu i bën sipas epshëve tekët e tyre, ato janë vepra të gabueshme dhe janë zinxhir, të cilën e tërheqën njeriu ndaj tek punë jo të mira. Allahu i ndëshkon njerëzit e pavëmendshëm duke i lënë ata në pavëmendje, edhe më të madhe si dënim për ta, një dënim i drejtë, sepse Allahu nuk i bën padrejtësi kërkujt. Allahu thot falamma zaghu, azagha Allahu qulubahum. Kur ata devijuan, pra kur ata u larguan, kur ata u bënën të pakujdesshëm ndaj gjithë asaj që Zoti e ka sjell
si udhëzim pra Kur'anin dhe Sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra I vije shpërblimin këtë rast në dëshkimi me njëjtin soi. Falamma zagu azagha Allahu qulubahum. Kur ata I devjuan zemrat e tyre nga e vërteta, Allahu I devjoi zemrat e tyre. Prej dënimeve që I merr njeriu I pakujdesshëm që është ngaflet, që nuk I përgjigjet ose nuk I bëhet kabul duaja, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dijeni se Allahu nuk e pranon lutjen e atij që është ngaflet I pavëmendshëm. Oti I çon dur ka qielli, edhe kryet ngjall, shmajt, korrigjon, thotë se është në I far kamere këto e vëzhgim. Edhe mendon se hoxha lutet për ta. Kujt çfarë hallën e kam sot? Këtë ditë gjumoj, në lutna për vetin, lutna për shpirtin tem. Ti lutë për veti, qili syt dhe je I vëmendshëm në atë që ti I ke ngrit dur. Për çka I ke ngrit me bu dua? E kur bojna zbashku dua, pra kur unë e bëj me za, atëherë njeriu pra rrin përqendrohet në ato fjalë që I ndëgjon dhe në pas çdo fjalë thot amin, amin. Të lutem o Zot pranoj këtë lutje, pranoje këtë lutje. Prej dënimeve që kanë përmend dietarët është se hap derën e shejtanit. Gafleti. Për çka? Se njeriu hyn xhami, del prej xhamisë, hyn shtëpi, del prej shtëpisë, hyn veturë, del prej veturës. Han ushqim, kryen ushqimin, të gjitha këto procedura I bën asnjëherë pa përmend Zotin. As bismillah, as elhamdulillah. Bërom shejtanit thotë, hyn në shtëpi ku nuk përmendet emri I Allahu xhalla taala dhe çelët dera e madhe për me hy. Pastaj ka dhe shumë dëme tjera ose dënime në të njëjtën kohë që vijnë për atë person I cili ka ra prej kurth e gafletit në jetën e kësaj bote. Shumë shpejt do t'i përmendim, pra I kishmi shkaqet, I kishmi dëmet dhe në fund vjen gjithherë, pra feja kur e ka përmend një smundje ajo dhe trajton atë se si duhet më shëru nëse unë e vrej veten që nuk është diçka të shku mirë me mua. Ka shku një xhumo, 2 xhumo, sot dy xhumo nuk I fala, sot e treta e kupton besimtari se ti e ku ngaflet. Shkon një namaz, shkon 2 namaze. Vjen akshami, se ka fal as sabahun, as drek, as ikindi, dën me fal akshamin, dije se ti I smut për gafletit. Shkon një muj, 2, 3, 4, 5, 6, kur s'ke pas një punë të hajrit, dije se ti, une, ai tjetri, kemi ranë gaflet. Tash të feja çka bën? Feja sjell alternative, në sjell trajtimin e kësaj problematike të rrezikshme se si me shëru këtë problem. Një gjën e parë që feja e sjell si shërim është me mësu në vazhdimsi besimtari me nejt në lidhje me fenë, me Kur'anin, me Sunetin, me librin, me ndëgju hoxhallarët, me ndëgju dersët, sepse çdo shkëputje e bën njeriu me ra ngaflet. Me ra ngaflet. Për ato, kërkimi I dijes në Islam është I vazhdueshëm. Nuk lidhet dia me fakultet, nuk lidhet me magistratur, me doktoratur, nuk lidhet me moshë. Besimtari rrin në vazhdimsi me dijen, sepse dia e man njeriu të kfjell, e man syçel. Nuk e lën me ra në gjumë. Për ata erë një burr tek profeti sallallahu alaihi wasallam o I dërguar I Zotit tha, rregullat e fesë ju mbo shumë. Ka thonë, mësë më ti mund një diçka që mund më bën që unë t'jam I qëndrushëm, nuk bin gjumë, nuk bin ngaflet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha, vazhdo që gjuha jote të jetë e lagur me përmendjen e Zotit. Ka shkojsh, ka delsh, ku je, në çfarë gjendje je shtrit në kam, thuj bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, je në vetur, përmendën vazhdimsi Zotin, sepse përmendja e Zotit nuk na lën me ra në ngaflet. Pra, ajo ilaçi I parë është ta mësojmë dijen vetare në vazhdimsi. Pjesëmarrja në kuvendet e dhikrit, në përmendjen, kjo është kuvendi I dhikrit, kjo është përmendje ku përmendet Zoti, dita e xhuma, dersët, ligjëratat, në vazhdimsi janë kuvende. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha kur dikush të kalon afër kopshëve të xhenetit, ndaloni dhe merrni pjesë në to, dhe kur u pyet profeti sallallahu alaihi wasallam kush janë ato kopshë të xhenetit në këtë dunjë, këto bashkë në këtë dunjë I dërguar I Zotit, ai tha janë hilaqul dhikr, ato janë rrethet, vendet
ku përmendet Zoti, përmendet pejgamberi, përmendet e mira, përmendet vlera, që tu janë hilaqul dhikr, janë vend takime ose rrethore ku ulen besimtar edhe mësojnë, pra rrinë përmes kësaj forme rrinë të zgjumë, sepse i vjen këshilla, i vjen mesazhi nga Zoti, nga profeti e kështu me radhë. Për gjënave do thotë që është si ilaç që na man neve gjallë, është kujdesja për namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush i ruan 5 kohët e namazit të obliguara, nuk do të shkruhet nga njerëz të gafletit. Pra kush i interesohet për namazin e vet, është i gjallë me namazin e vet, nuk i lën me ik namazit i tij, ai është prej atyre që është, pra nuk ka rënë nga flet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush çohet natën para namazit sabat, thotë i fal 2 recate me 10 ajete, 2 sure të shkurta, 2 recate sikurse suneti i sabat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë Zoti nuk i shkruan që është prej atyre që ka ra nga flet. Lutjet e vazhdueshme që Allahu xhalla taala më na ruajt prej gafletit, ashtu siç i ka bëu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe një ndër lutjet e vazhdueshme që i dashur jon sallallahu alaihi wasallam e bani, tha o Allah, kërkoj mbrojtje tek ti nga paftësia, përtatësia, dembellako, frika, kopracia, pleqëria, edhe ashpërsia dhe pakujdesia. Krejt këtu janë disa fazat e jetës që kalon njeriu dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po e lut Zotin në vazhdimsi, o Zot, kur vjen ajo fazë dhe unë jam në të, ndihmom unë që ta tej kaloj atë. Dhe për fund, mënyrat e trajtimit të gafletit është më përmend besimtari sa më shumë Zotin e vet, mu kthy, mu pendu tek Allahu sa herë që bën gabime. Besimtari sa herë që e bën një gjuna, sa herë që e bën një gabim, i kërkon falje Zotit vet. Qohet, merr abdes, i fal 2 recate, nafile dhe i kërkon Zotit, o Zot më fal se unë e kam bërë këtë gabim. Nuk ja kallzon gjunahin kërkujt, nuk i rrëfehet askujt, por i rrëfehet Zotit i cili na i fal gjithë gjunahet tona. Shoqërimi me njerëz të mirë, shoqërimi me njerëz të cilët përkrahin, të marrin për xhami, të marrin në vende të mira, nuk lojnë në vende të sherrit. Kjo është ajo që të mban ty gjallë. Leximi i fjalës së Zotit, kuptimi i fjalës së Allahut, mesazhet që Zoti i ka përmendur në Kur'an, ndjekja e mësimeve fetare, pjesëmarrja në përkuvendet e dijes, llogaridhënia ose marrja në llogari e vetës në vazhdimsi, kjo e man besimtarin, e man çdo herë të zhum. Andaj pavëmendja është një smundje fshet e zemrës që e bën njeriu të harroj botën tjetër. E ilaçi i saj është të zgjohemi me përmendjen e Allahut xhela taala, të luftojmë pasionet e vetës sonë, pra epshin ton, dhe të llogarisim veten para se na llogarit Allahu xhela taala. Elus Allahu xhela taala për veten, për juve, për familjarët tonë, për dashamirët kudo që jena, që Allahu të na ruaj, na jep mbarësi, na ruaj Zoti për belat prej kësaj dunjaje, na ruaj prej çederëve, të cilat janë shtu, na ruaj Allahu prej varfërisë, prej përtatësisë, na ruaj Allahu prej gafletit, prej çdo smundje e cila e bën njeriu me harru Zotin, prej çdo telashe, sprovë e cila e largon njeriu nga Allahu xhalla taala. Lutni Allahun sepse Allahu u përgjigjet lutjeve të besimtarëve.